Mirë se vini në këtë analizë. E dini si dikush që ka punuar gjatë në vijën e parë të emergjencave mjekësore, mund t'ju them diçka me siguri të plotë. Ekziston një e vërtetë e pakundërshtueshme. Ajo që ndodh shumë kohë përpara se të dëgjohen sirenat e ambulancës përcakton fjalë për fjalë gjithçka. Shkalla e mbijetesës nuk varet vetëm nga pajisje dona spitalore apo nga ekspertiza e mjekëve. Absolutisht jo. Varet drejt për drejt nga gatishmëria e komunitetit aty për aty. Sot do të zbërthejmë bazat e ndihmës së parë dhe atë fuqi të jashtëzakonshme që ka secili prej nesh për të bërë një ndryshim jetëshpëtues. Një aksident, një person pa ngjenia, një moment paniku. Ky është realiteti. Është ai kaosi total që shpërthen kur nuk ke pret askush. Në atë fraksion sekondi, bota ngrin. Dhe e vërteta më e frikshme është se ndihmës specializuar i duhet pak kohë për të ardhur. Në atë moment izolimi total dhe frike, kërkohet veprim imediat. Në rregull, le të thellohemi pak këtu. 60 sekonda. Në terren, ne profesionistët e dim shumë mirë se çdo sekond vlen. Zbraztia më e rrezikshme dhe thelbësore në një urgjencë është pikërisht ai moment kohor mes aksidentit dhe kohës kur mbërrin vërtet ambulanca. Ato pak minuta mund të duken si një përjetësi dhe shpeshherë krijojnë atë vijën e pakthyeshme ndarse mes jetës dhe vdekjes. Seksioni i parë, minutat e para kritike. Mbyllja e hendekut. Shikoni, emergjencat nuk dërgojnë asnjë mesazh paralajmërues. Ato ndodhin në mes të rrugës, në oborin e shkollës, në shtëpi apo në zyrë. Dhe dua t'ju them diçka nga përvoja ime. Të arrish në një sken dhe të shohesh një turm të rësisht të paralizuar nga paniku, është tepër dëshpëruese. Dëshmitarët shpesh nuk dinë si të reagojnë dhe kthehen në spektator të ngrirë, humbasin kohë. Dhe në punën tonë, koha e humbur është armiku absolut i mbijetesës. Një turm në panik thjesht e përkeqëson dhe e rëndon situatën për personin e lënduar. Le të kalojmë më tej dhe të shohim se si zhvillohet kjo. Seksioni i dytë. Kapërcimi i panikut me përgatitje. Fuqia e të diturit. E vetma mënyrë për ta thyer atë bllokim dhe paralizë është përmes njohurisë. Kur e njeh ndihmën e parë, e zëvendëson frikën e verbër me një qetësi dhe veprim vendimtar. Ndalimi gjakderdhjes, ndihma me frymarrjen, mbajtja e personit në gjendje stabile. Këto nuk janë ndërhyrje komplekse kirurgjikale miq, janë veprime të menjëhershme, praktike që na mbajnë pacientët gjallë derisa ne profesionistët të marrim situatën në dorë. Dhe ndikimi i kësaj përgatitjeje është thellësisht transformues. Kur jemi të përgatitur, jo vetëm që shpëtojmë jetë aty për aty, por kthejmë panikun në vetbesim. Mbrojmë familjen, miqt, por madje edhe një të panjohur në rrugë, duke rritur ndjeshëm përgjegjësinë tonë qytetare. Komunitetet bëhen jashtëzakonisht më të sigurta kur njerëzit e zakonshëm marrin përsipër këtë detyrë kaq thelbësore. Seksioni i tretë. Shkatërimi i miteve të ndihmës së parë. Rrëzimi i justifikimeve. Pra, pika thelbësore këtu është të shembim ato iluzione të dëmshme që i dëgjojmë gjithmonë në terren. Njerëzit fshihen pas idesë, "O, vetëm mjekët dinë çfarë të bëjnë." Ky është një mit që dëmton gatishmërinë tonë. E vërteta është se çdo kush, absolutisht çdo kush, mund të mësojë aftësie të shpëtuese. Nuk kërkohet asnjë diplomë mjekësore apo vite në universitet për të ushtruar presion mbi një plagë që rrjedh gjak, apo jo. Pastaj vjen ai mendimi tjetër i rehatshëm. Nuk do të më duhet kurrë. Po, është një mendim qetësues, por totalisht i shkëputur nga realiteti. Jetës nuk i dihet. Urgjencat nuk lën takime në kalendar. Ato prekin këdo, kudo. Dhe prania e një kalimtari të trajnuar në një moment krejt të rëndomt mund të jetë ndryshimi i vetëm midis një tragjedie dhe një shpëtimi. Tjetër, justifikimi i zakonshëm. Është shumë e komplikuar. Realisht nuk është ashtu. Këto veprime baze janë thjeshtuar me qëllim që çdo njeri t'i mësojë dhe t'i zbatojë pa problem. Nuk po flasim për protokolle të thella spitalore, por për reagime natyrale dhe të strukturuara që synojnë thjesht ruajtjen e stabilitetit. Seksioni i katërt. Aftësitë thelbësore jetëshpëtuese. Mjetet e kalimtarit. Tani, ajo që është vërtet interesante rreth kësaj pjese është se diçka aq në dukje e thjesht, sa të dish se si të telefonosh sakt urgjencën, ndryshon totalisht logjistikën e shpëtimit. Të dish çfarë informacioni të japësh. E kombinuar me aftësinë për të ndihmuar dikë pa ndjenja, dalimin e gjakderdhjes, trajtimin e djegjeve apo bazat e CPR-it, ky është një mjet i jashtëzakonshëm.
Janë hapa që mbartin një ndikim monumental. Seksioni i 5, përgjegjësia jone përbashkët morale, thirrja për veprim. Këtu lëm më janë teknikën dhe arrim të thelbi i vërtet njerëzor. Nuk po flasim thjesht për mjeksi. Bëhet fjalë për solidaritet dhe për atë lidhje morale thelbësore mes nesh. Patriotizmi i vërtet fillon me gatishmërinë për të ndihmuar njerëzit në momentet e tyre më të vështira. Sa i vërtet është ky mesazh? Të mësosh ndihmën e parë kthehet në një akt të pastër humanizmi. Tregon rëndësinë e padiskutueshme të jetës në komunitetin tonë. Dhe kjo ilustron në mënyrë të shkëlqyer konceptin ton më frymëzues. Një person i përgatitur mund të bëhet shpresa e dikujt tjetër. Mendojeni këtë, kur gjithçka shkon keq dhe bie errësira, një person i vetëm i pajisur me njohuri kthehet në një fener shprese. Për të shpëtuar një jetë nuk na duhen pelerina apo superfuqi. Duhet vetëm një individ i përgatitur që mban qetësinë dhe rifuzon të qëndrojë indiferent. Kështu që kemi një mision urgjent. Misioni i këtij muaji është fare i qartë. Le të përvetësojmë bazat e ndihmës së parë. Përfshihuni në trajnime lokale, miq. Bëhuni vërtet të aftë për të ofruar ndihmë atëherë kur nevojitet më shumë. Neve, si profesionistë të urgjencës, ne e bëni punën shumë herë më të lehtë kur arrijmë dhe shohim që komuniteti e ka mbajtur situatën nën kontroll. Dhe për ta mbyllur, dua t'ju lë me një mendim provokues dhe sfidues. Kur një emergjencë të godasi nesër, totalisht pa pritur dhe pa asnjë paralajmërim, a do t'jemi ne të gatshëm për t'ju përgjigjur thirrjes? Nuk mund t'ja delegojmë gjithë barrën e jetës vetëm institucioneve apo ambulancave. Njohuria krijon veprim, sfidon panikun dhe s'ka dyshim, njohuria shpëton jetë.